një lot që shumë rradh gjatë jetës njeriu e ka fat të ketë këtë lot. Shumë rradh. E fiksoj. Princesha Eliona dhe kafshë. Familja e saj e ndjente çdo ditë. Tash e Jane Kinder që ashtu i ka prodhuar një libër me sa di unë ja. Nuk e di se kam marrë. Shohim librin jona pas sa që romanin të parë. Si ta shohim? Ta shohim çfarë është. Ta shohim Ta. Si është ajo inbox with me? Inbox with me. Kjo është tema. Kjo është lavamani. Ashtu të për herë, po si sot ja. Sot kam folë më mirë. Po ju lumt. Edhe një palë ruaza për jo. Po prit mbajemi një kështu, ha. E për ta heqim këtë pra, se ka bë fjonkën. Po ta lexojmë pra. Po për ta heqim këtë. Princesha Eliona Dhe kafshët. Po për ta heqim këtë. Priti sekond, ta shohim pak librin. Po këtë do ta mbaj mirë, se Jona si mban, se i hedh. Mbaj mirë. Eliona, sa bukur. Jona s'mban asgjë. Mos më bë ka mërbu. Sa futet. Pritave mami pak, tave Jonas, ki ma tave të këta. Hiqe darë. Kjo është fotopare. Asi se mbla me pa. Princesha Eliona dhe kafshë. Sa bukur. Këtë është si për juve e hapa. Apo kështë duhet keq, ta këtem kështë nga nga tjetër? Hiqe ta të nata. Le tasin. Tasa kemi në shpijim. Sa bukur e ka bërë. Patrit zotja dhej. Ja kështu dhe shi tjetër dhe qartë. Sa mirë. Pita lexojon. Lexoj ti. Ja o miq, në një kështjellë të rrethuar me pyje e livadhe jetojnë princesha Eliona. Ajo ishte e dashur nga të gjithë, por mbi të gjitha nga familja e saj, që e shihte si dritën më të çmuar të jetës së tyre. Këtu është familja me fjalë. Unë, ti, 1, 2, 3, 4, 5 kalamaj. Po. Toni. Sa bukur. Dhe gjithë me radhë. Pa. Një ditë princesha vendosi të dilte në një shëtitje magjike me prinit në pyll. Ajo nuk e dinte se kafshët e natyrës e pristin për t'i dhuruar diçka shumë të veçantë. Duke ecur në pyll, diçka e madhe po afroi. Ishte një elefant i madh e i butë që po vinte në drejtim të princeshës, u afrua me hapa të ngadalë duke ulur hundën e tij dhe i tha: "Eliona, tani udhëtimi yt magjik po fillon. Ne e dim se sa e pastër është zemra jote dhe sa fuqi ka, prandaj Eliona, unë të dhuroj fuqinë e kujdesit. Ti je si një mburoj për familjen tënde, sepse ata ndihen të sigurt kur je pranë." Unë ç'më bëre më dejnë. Çdo përqafim yt i kujton se nuk janë kurrë vetëm. A drejtoshe? Ai e përkëdheli lehtë dhe buzëqeshi. Lexoni vetëm një. Eliona ndjeu se kjo fuqi ishte një pjesë që familja e saj e ndjente çdo ditë. Pa pritur nga bari doli një lepur i bardhë dhe plot gjallëri. Ai u afrua, u ngrit mbi putrat e tij të vogla dhe i tha me një zë të lehtë: "Eliona, hajde të luajmë bashkë. Unë do të kërcej e ti do më ndjekësh." Shit si kërcen zemra ku gëzimi të fton. Eliona qeshi dhe nisi të vraponte pas lepurit që kërcente në për livat. Pas pak ai u ndal dhe i tha: "Unë të dhuroj gëzimi dhe butësinë, ashtu si unë sjell hare me çdo kërcim, edhe ti sill ndriçim në zemrat e të gjithëve sa herë buzëqesh." Nga hijet e pyllit u shfaq një jaguar krenar. Ai eci ngadalë pranë saj dhe i foli me një zë të fortë por të ngrohtë: "Eliona, unë jam kafsha më e guximshme e pyllit dhe dua të dhuroj ty forcën dhe guximin e një jaguari. Familja jote sheh tek ti një burim energjie që nuk shuhet kurrë, edhe kur rruga duket e vështirë, ti u jep atyre kurajo vetëm me praninë tënde." Princesha ndjeu se ky guxim nuk ishte vetëm i saj, por një dhuratë që ndanin bashkë me familjen. Jo, do ta çoj deri në fund se nuk ri do pa çoj deri në fund.
Pra një liçeni të kthjellët erdhi një ari polar i bardhë dhe i qetë. Ai u afrua dhe i foli princeshës: "Unë jam Orsi dhe jetoj larg në Atlantik. Dëgjova që sot do vish këtu dhe erdha nga atje për ty të përqafoj dhe të them ca fjalë nga e gjithë fuqia e zemrës time." Ai e përqafoi lehtë dhe tha: "Unë të dhuroj ngrohtësinë e shpirtit. Ti je si një zjarr i butë në zemrën e familjes tënde. Edhe kur jeta sjell ditë të ftohta, ata ndihen të ngrohur nga dashuria që u jep." Eliona mbylli syt për një çast dhe ndjeu se e gjithë dashuria e saj për familjen i përshkonte trupin si dritë. Sa bukur e ke bërë të rujt Zoti i Madh Odin. Në një livat të ndriçuar nga rrezet e diellit u shfaq një brirësh i mrekullueshëm me brirë që shkëlqenin si yber. Ai u përkul pranë saj dhe i tha: "Eliona, eja hip mbi shpinën time. Kam një sekret magjik që dua ta ndaj me ty." Ajo ngrit mbi të dhe një brirë nisi të fluturonte lehtë mbi pyje e liçene, mbi kështjellën e saj të dashur, duke i treguar sa e bukur ishte bota kur shikohej me sy magjik. Ti je si unë, e veçantë dhe e magjishme. Ku të shkosh, do të ndriçosh me dritën tënde të brendshme. Kjo është dhurata ime për ty, magjia e shpirtit që nuk shuhet kurrë. Në fund të udhëtimit, një ari i madh i qetë u shfaq nga pylli. Ai u ul pranë saj dhe i tha: "Eliona, arinjt janë të dashur dhe të ëmbël si mjalti që e duan shumë. Me të dëgjuar që do vish në pyll, sot u zgjova, dola nga strofkulla ime të marr pak dashuri si mjalti që jep ti në prezencën tënde dhe të them se unë të dhuroj dashurinë e pakushtëzuar, ashtu si familja jote të do pa kufi, sepse ti je zemra e tyre. Ata e dinë që pa ty shtëpia e tyre nuk do të ishte kurrë e plot." Princesha Eliona e përqafoi fort dhe ndjeu se kjo dashuri ishte thesari më i madh i jetës së saj. "Ti do jesh gjithmonë në zemrat tona, princesha Eliona." Thirrën të gjitha kafshët një zëri dhe Eliona u kthye tek prindërit. Dhe kur muzgu po binte, Eliona u nis për në kështjellë e lumtur për rrugtimin magjik, por edhe më e lumtur që kishte pranë vetes prindrit dhe familjen e saj të dashur dhe të gjithë dashurinë që mori nga kafshët do i ndjek gjithë jetën. Kur u kthye në kështjellë, princesha Eliona mbante me vete dhuratat e kafshëve dhe i kujtonin çdo ditë me mamin si kujdesin, gëzimin, guximin, ngrohtësinë, dritën dhe dashurinë. Ato nuk ishin gjëra të reja, por kujtime të bukura që ajo i sillte çdo ditë në familjen e saj. Dhe kjo e bënte të pazëvendësueshme, të shtrenjtë e të dashur pafund. Odin, shumë faleminderit. Që na ke knaqë. Si ta kthej kamerore. Hiku pi tjetri. A shef që unë jam më e fortë, zi me këtë kamerën tash. Hiku më shel në hale. Na keni knaqë. Dhe në trujt Zotit, një zemër të madhe për ty. Me gjithë zemër të falenderoj dhe unë Zotit ta shpërblem. E të knaqë nuk e di. E shkreto qa emocioni. Falenderit, amish. Se pas ka mbajt kotë unë atë monolog më përpara mes, pas ka fol kotë, se duket pas ka qënë si pas ka ndo Zotin shumë amish për Zotin. E mbusha shpirtin plot, çfarë mora forcë shumë nga ju, nga gjitha jo e fol me imja me shpirt dhe me zemër për të përgatit për këtë që më priste më vonë. A e shifni amish, a e shifni pra. Si janë gjërat e lidhura njëra me tjetrën, është e çuditshme. Është e frikshme ndërkohë dhe e çuditshme. E ka shkruar një zonjë nga sa më prekur dhe unë arrit dhe mos e pyet. Një zonjë që jeton në Gjermani dhe gjithsesi është shqiptare që jeton në botë. Nuk e di fiks tani se na ka kap emocione. Është nëna dy fëmijëve që të ketë me jetë o Zot. Edhe na ka thënë që kur para shumë kohësh para ca muajsh ta thënë që se në kohë tani do që ti qëroj patate. Jo na e ndjen amish kur prekem dhe vjen. Po, patjetër, këto janë lot lumturie dhe këto janë lot, ta them motra jote, këto janë lot që shumë rrallë gjatë jetës njeriu e ka fat t'i ketë këto lot, shumë rrallë.
Edhe të falenderoj dhe këto janë Po njeriu e ka këto thënë janë lot argjendi. të ketë support dhe vlerësim nga njerëz që punojnë. Ha, do vlerësim tjetër ti. Ja kush është vlerësimi, s'na shmend. Këtë vlerësim nuk e marrin dot llumë atë janë pra, çarkullim. po thash. Nga njerëz tillë dhe këtë lloj vlerësimi. Pastaj mund të marrin shumë gjëra. Për zotin në një moment e disi Zoti mendova, Drujçmit, shumë mendova se faleminderit. u bë mrekulli me vajzën time, aq bukur e kishe bërë, aq mirë e kishe shkruajtur edhe vërtet këto janë të dashur nga Zoti mbi gjithë ato fëmijë, nga njerëzit e mirë, edhe nga kafshët, edhe nga çdo gjallës mbi tokë. Këto fëmijë, këto individ që janë të kaq të pafajshëm, kaq të pastër, këto janë më të dashurit në botë. O dhe për fat keq jemi pa keq bre, o dhe nuk kuptohemi ne, as ti, as unë, as shumë njerëz që janë këtu, nuk kuptohemi ne nga shoqëria jonë do llumë, do vrasje, Ama krim, më le mos luks, lëre tashimo. kurvëri, këto vlerësojnë dhe llumë. Ne sa do të mundohemi ne prap kështu do jemi, se s'përshëm do der po, Amin. pa keq do jemi. O Kristin, si jemi? A je mirë? Ua. Për zotin o Flor, ua qa emocioni, nuk e di, ju rrit zotit gjithë vëmiq. O dejnë edhe njëherë po të falenderoj nga O zemra. një na qeta. Ta shpërblef zotin